pikërisht në qytetin e Bazilit. Çka ka diçka të veçantë ky lokali jote? A veçanta që je shqiptar? Një kafe, një ujë. Po me gjithë qafë. Që thonë shqiptar, buk kryp e zemë. Pse pikërisht mas shkollës pavarësisë, rreshe vezat atje mas u shpallum. Me thonë drejt, atje i mrit, kam kry shkollimin, shkollën e mesme, fakultetin, kam qenë të punu, prej pune, kam marrë të nëzise për shkak të më thonë bashkimit familjarë. Kur ke arë, ke pas vështirë jetën, po mendoj normal, largimi i vendlinjës, largimi i prindve, jashtë domon, çdo sen është një farë plagë në veti. Me thonë drejtën, fillimi është shumë i vështirë, po unë në momente që kam marrë vendim për me liru, ose me lanë Kosovën, me ardhë në Zvicër, kam thonë që atëherë me la Kosovën, po në vinë në Zvicër edhe po du mu integru edhe mu koncentru vetëm në Zvicër. Jam shumë falenderus, jam shumë mirënjohës edhe jam shumë bamirës. Të merr malli për vendlindje? Unë e vi shpesh në vendlindje, merr malli shumë, që kam familjen atje krejt prind, vllaun, motrën e gjithë, shoshninë e kam atje gjithë në Kosovë. Unë me thonë drejtë mas pak të 8 vite vi në Kosovë. Nashën biznes e kemi edhe pej babi, do më thonë që babi atëherë ka pas shitore, me hongër qebab, ose një hamburger që ajo merr molli mas shumë të, më starojmë për makiatot e Kosovës, nuk ka makiatot të Kosovës. Po të kish qenë sot, çka i kishe thonë vllat? Unë kisha thonë 100 herë faleminderit që falë ti, më thonë drejti kur fillu biznesin, më konsultu me ta shumë, me prind, me vllaun tjetër që e kam në Kosovë, me isha me bashkëshortën këtu, po ai më ka ndihmu shumë. Çka ke mësuar thelbin e jetës? Për me vazhdu, ose me jetu, ose me motivu, do të më konë korrekt.